Një analizë e shkurtër nga Vask Bruko, botuar në gazetën Exlibris të datës 15 nëntor 2025, rreth librit të fundit të studiuesit të fotografisë Zotit Qerim Vrioni. Ja çfarë thot ai? Një udhëtim në botën e fotografisë shqiptare. Këto kohët e fundit doli nga shtypi në qarkullim libri i ri Shkrepje të ralla fotografike, sprova dhe artikuj për fotografin, i studiuesit të fotografisë dhe publicistit Qerim Vrioni. Libri është një përmbledhje e artikujve të botuar në shtypin e shkruar gjatë 20 viteve të fundit, më saktë duke filluar që nga viti 2004. Në këtë botim studiuesi i njohur na ofron një udhëtim breslënës dhe të pasur në historinë dhe artin e fotografisë shqiptare. Ky libër përmban analiza të thella dhe refleksione mbi fotografinë si art dhe dokument i kohës, duke paraqitur dhe komentuar punën krijuese të shumë fotografëve të shuar shqiptar të traditës dhe të kohëve të fundit. Studiuesi Vrioni analizon imazhe historike dhe bashkohore, duke sjellë në vëmendje të lexuesit figura të njohura dhe momentet e zakonshme të jetës së tyre të përditshme. Shkrimet për fotoportreti i Haxhi Shaban Domnorit dhe figura e Skënderbeut në fotografinë shqiptare janë analiza fotosh të caktuara, ku autori tregon nivelin dhe ndikimin historik dhe kulturor të subjekteve të portretizuara në letrën fotografike. Nga ana tjetër, në sprova si një foto e vjetër dhe qytetaria e një fshati dhe një vel në lumin Buna, përkatësisht të fotografit nga Dardha Thimi Ratsi, 1886, 1966, dhe studiueses anglezes Edith Durham, 1863, 1944, eksplorohen peizazhe dhe jeta rurale, duke rikthyer lexuesin në kohë të shkuara dhe duke evidentuar bukurinë e detajeve të përditshme. Duket me vend përfshirja në botim edhe foto sa Arir Ura e Goricës të fotografit symbol të qytetit të Beratit, Ilia Gjimitiku, 1907, 1977, që futet në peizazhet urbane. Fotografi të veçanta si Mace e Zezë në stadium Petrit Kumi, 1930, që ka fituar edhe një çmim ndërkombëtar në Moskë, ose një titull për një foto të Hidromenos, Kol Hidromeno, 1870, 1940. Apo kthimi i varkës në port Stefan Kaçulini, tregojnë se edhe momente më të zakonshme në saje të fotografimit mjeshtëror mund të kenë dhe shpërfaqin histori të mëdha dhe me emocione të veçanta vizuale. Për autorin e fundit, Stefan Kaçulini, 1887, 1947, dhe foton e tij që daton vitin 1907, shkruhet për herë të parë kaq gjerësisht në shtyp. Vrioni përfshin në përmbledhje edhe informacione për jetën dhe krijimtarinë e fotografëve të njohur si Dedjakova, 1915, 1973, fotografi shuar Shkodran dhe Filip Vito, 1917-2004, i njohur si ikona e fotografisë në Gjirokastër. Po ashtu në libër shkruhet edhe për fotografin shumë pak të njohur nga Berati Naum Vruho, 1913, 1988, sidomos për peizazhet urbane të tij. Në Shkrepje të ralla fotografike, përfshihen edhe dy fotografë të dalluar bashkëkohor. Ata janë Ernest Baba, fituesi i çmimit të parë në konkursin ndërkombëtar të fotografisë Focus Art 2024 dhe Adrian Fezollari, i cili shuhet si liriku i peizazhit natyror fotografik, duke evidentuar gjurmët e tyre në zhvillimin e artit vizual shqiptar. Një nga imazhet më të ralla dhe prekse në libër është ndezja e cigares, një foto e rrallë e dy barinjve në 1956, që dokumenton nëpërmjet artit të fotografisë jetën rurale dhe kulturën e një epoke të kaluar. Vrioni gjithashtu analizon imazhet e jetës së përditshme të shqiptarëve në fotografitë e Margaret Haslak, 1885, 1948, në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, duke nxjerrë në pa detajet e qetësisë dhe të gjallërisë në qytete dhe fshatra të Shqipërisë. 6 fotografitë e saj që trajtohen në libër janë shembuj të shkëlqyer të ndjeshmërisë dhe saktësisë së dokumentimit vizual, por edhe të dashamirësisë së fotografes ndaj njerëzve dhe vendit që e mbajti në gjirin e tij për rreth 13 vjet. Lënda brenda përmbledhjes dallohet edhe për burimet e shumta të dhënave historike dhe dokumentare nga botime, revista dhe gazeta të ndryshme, por edhe për kujdesin e autorit ndaj gjuhës së shkruar, duke shmangur kështu mjaft fjalë të huaja. Ja vlen të shtojmë se Shkrepje të ralla fotografike përbën botimin e 7 të studiuesit Qerim Vrioni kushtuar vetëm fotografisë. Ato kanë filluar në vitin 2005 me përmbledhje me shkrime analitiko-studimore të titulluar Fotografia një grush diell, që historikisht është libri i parë për fotografinë në vendin tonë. Duhet përmendur këtu edhe cilësia mjaft e pëlqyeshme e shtypjes dhe lidhjes së librit, hardcover, nga Enti Art e Graphic Studio në Tiranë.
po ashtu e goditur nga ana estetike. Na duket ballina e parë e librit nga piktori Mustafa Alamaj dhe shumë e mirë cilësia e riprodhimit të fotografive. Përmes këtij libri, Vrioni ofron jo vetëm disa analiza studimore dhe kritike, por dhe një reflektim të gjallë mbi fotografinë si art që kap jetën, natyrën, historinë dhe kulturën e një kombi. Libri është një thesar për student, studiues, koleksionist dhe të gjithë ata që duan të kuptojnë fuqinë e këtij arti vizual dhe kujtesën që ai ruan. Shkrepje të ralla fotografike është një ftesë për të reflektuar, admiruar dhe kuptuar se fotografia nuk është vetëm pamje, por një udhëtim në kohë, kulturë dhe shpirt njerëzor. Fillojmë me kreun e parë dhe pikërisht me fotoportreti i Haxhi Shaban Domnorit. Kel Marubi, më i madhi dhe më prodhimtari i fotografëve të Shqipërisë të shekullit të kaluar. Gjatë veprimtarisë së tij ka përjetësuar në xham, celuloid dhe letër edhe vende, persona e ngjarje historike. Ato kanë mbetur për ne dhe për brezat që do të vinë si dokumenta me vlerë të pallogaritshme për një njohje sa më të saktë të plotë të së kaluarës. Edhe pse jetonte dhe punonte në Shkodër, në fortesën e katolicizmit shqiptar, edhe pse ishte katolik, Marubi, si rilindës, ishte i vetëdijshëm se ajo që bënte nuk duhej të shërbente vetëm bashkëbesimtarëve të tij, por edhe atyre të besimeve të tjera, pra gjithë shqiptarëve. Thënë ndryshe, ai në punën e tij krijuese kishte mishëruar thënie monumentale të Vaso Pashës. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Kështu, ai fotografoi vende kulti jo vetëm kristiane, por edhe muslimane e bektashiane, hoxhallar dhe baballar teqesh, procesione dhe rite fetare të tyre e të tjerë. Mos të harrojmë se flitet për Shkodrën, ku me gjithë nivelin e lartë intelektual të drejtuesve të dy feve, dasit fetare ishin deri vonë barriera kryeneqe për një harmoni plotësisht të civilizuar të qytetarëve. Sidoqoftë duhet theksuar se ndasit fetare nuk quan në ngjarje të mëdha tragjike, apo vrasje për shkaqe kundërshtish besimi. Kësaj edhe Marubi mundohet me zemrën dhe mendjen të derdhura në fotot e tij të ndikoj në sheshimin e këtyre kreshtave, që nxiteshin kryesisht edhe nga të huajt. Kel Marubi, Shkodër, 1870-1940, ishte djali i dytë i fshatarit Rok Kodheli nga rrethinat e Shkodrës, të cilin e futi në punë si ndihmës tek fotografi italian, Pieter Marubi, i cili prej kohësh jetonte dhe fotografonte në qytetin verior. Ndërmjet shumë fotove me temë fetare, të tërheq vëmendje një fotoportret që Kel Marubi i ka bërë imamit Haxhi Shaban Domnori në vitin 1928. Haxhi Shaban Domnori. Ai ka jetuar në vitet 1868-1934. Ka qenë mësues në medreset e Shkodrës dhe ka bërë pjesë në plejadën e klerikëve të njohur musliman të qytetit verior. Ai ishte njeri me kërkesa të ndjeshme për dije e kulturë dhe kishte një natyrë reformatore e njëkohësisht tolerante. Brenda kufive të fesë islame, nuk shfaqte prirje fanatike dhe predikoi gjithnjë me kurajo dhe autoritet. Haxhi Domnori nisi të drejtoi tarikatin Tixhani, duke themeluar dhe të qenë ku synonte pastrimin dhe lartësimin e shpirtërave të besimtarëve, e kështu rreth tij u afruan në vazhdimësi shumë ndjekës. Ndër të tjera, ai qëndronte me këmbë në tokë edhe për sa u përket zhvillimeve bashkëkohore në shkencë e teknikë, e sidomos në zbatimin e tyre në praktikë. Edhe fotografimi i Haxhi Shaban Domnorit nga Marubi ishte një veprim që disa kolegë të tij nuk e miratonin, duke i qëndruar besnik mendimit të vjetër të fesë islame që nuk u këshillonte bërjen e portreteve. Marubi e ka fotografuar imamin në studion e tij ulur në një ndenjëse në qëndrim normal, përpara një sfondi prej pëlhure me pak rrudha dhe me një ndriçim të studiuar. Kleriku musliman qëndron lirshëm përpara aparatit duke shikuar drejt objektivit. Në dorën e djathtë mbante spijet karakteristike me të cilat besimtarët islam shoqërojnë lutje duke i numëruar, gjashmërisht me metronomin që përdorin muzikantët kur kompozojnë. Lëvizja e ruazave bëhet thuajse në mënyrë instiktive, dhe ato janë fiksuar nga fotografi në një konfiguracion mjaft interesant. Ndriçimi në foto krijohet nga drita natyrore që i bie figurës nga e djathta. Ajo është e shpërndar, duke krijuar kështu hije të pakta dhe të mjegullta. Shikimi ju mbie me një herë mbi të bardhat e plota të çalmës dhe të tri pjesëve të ndenjëses, të cilat kontrastojnë fort me veshjen e imamit që është fotografuar në një të zezë të tonuar plotësisht. Këtë kontrast e zbut disi ngjyra e hirtë e sfondit, dhe sidomos e fytyrës dhe e duarve.
Pjesa e përdes po shkrahut të djathtë me asimetrin me anën e majt, bën që në fotografi të krijohet një ekuilibër dinamik i veçantë që evidenton aftësitë e mëdha të Marubit në përdorimin dhe shpërndarjen e dritës në funksion të idesë. Kontrastet e forta në foto nuk krijohen si pasojë e lojrave të dritës, por në sajt të ngjyrave natyrore të sendeve. Sytë e klerikut islam janë pjesa e fotoportretit nga kushikimi i ynë. Pasi ka mbërritur shpejt, nuk shkëputet lehtë, ndjen kënaqësi, njëkohësisht edhe shtytjen për të lexuar sa më shumë në ta. Mjeshtri fotograf i ka fiksuar ata mbi boshtin optik të fotos. Ata ka një vitalitet të çuditshëm. Mëtojnë të shikojnë shumë larg dhe mund të themi pa mëdyshje se rrezatojnë një shikim eruditi që mund t'i shkonte fare mirë edhe një shkencëtari apo artisti. Shikimi energjik, vetullat e bashkuara me dy rrudhat vertikale, karakteristike për forcë karakteri, por jo të egërsuara, bashkë me buzët e shtrënguara, formojnë një fizionomi që shpalos fisnikëri të veçantë. Fotografi me mjeshtëri vendos të zezat dhe të bardhat e tonuara plotësisht pra njëra tjetrës se këto përplasje, uniteti i të kundërtave. I shkojnë shumë mirë vështrimit të mëvetshëm të imamit. Marubi e ka fotografuar imamin me kokë pak të pierët nga ana e djathtë dhe mjekrën pak lehtas përpara duke shpërfaqur kështu vendosmëri dhe forcë karakteri. Mjekra e thinjur dhe e shpupurisur në një farë mënyre ekuilibron zgjatimin vertikalisht të kokës me gjithë çallën. Balli i pastër dhe i gjerë tregon për një kapacitet inteligjence jo të zakonshëm. Edhe duart e personazhit ton flasin në foto. Ato, edhe pse nuk janë fotografuar në një moment lëvizjeje, nuk prehen, por pasqyrojnë energji dhe vitalitet. Janë pronë një njeriu të cilin nuk e mban vendi, gjithmonë i jetur dhe i gatshëm të bëjë diçka të mirë e të dobishme edhe për të tjerët. Vitalitetin dhe forcën shpirtërore të Haxhi Shaban Domnori të pasqyruar aq mirë e bukur në foton e Marubit, e shpreh edhe kontrasti i përgjithshëm i saj, që edhe pse i ekuilibruar shpërfaq lëvizje të brendshme. Fotoportreti i Haxhi Shabanit na sjell para syve të mendje skulpturën e njohur Mojsiu të Michelangelos, e po ashtu edhe portretin e Leon Tolstoit, të piktorit rus Ilja Rjepin. Me të parën e lidh qëndrimi dinjitoz e pa pozime të sforcuara, ndërsa me të dytin mendoj se e bashkon shikimi ngulmues. Sot, ashtu si Marubi ynë shumë vite më parë kur kishte para objektivit të aparatit të tij klerikun e njohur musliman Haxhi Shaban Domnori, të krijohet përshtypja se ky njeri do t'u përcillte shqiptarëve bashkë me mësimet e fesë islame, mirësinë njerëzore, dëshirën për dije dhe forcën e një rilindasi të vërtetë. Përgjithsa u tha më sipër, mendoj se ky fotoportret i realizuar nga mjeshtri ynë i madh i fotografisë Kel Marubi është një nga më mbretëslënësit e fotografisë shqiptare deri në ditët e sotme. Gazeta Shkodra, 12 maj 2004. Unë jam Remi dhe kjo është Bruko Broadcast Radio. Ju urojmë dëgjim të këndshëm në vazhdim.